Allahu na tregon se pe ruajtjes së fesë është ruajtja e abdesit. Për dikë çështja e abdesit mund të jetë shumë e thjeshtë. Por realisht gjysma e besimit në tërësi përfaqësohet nga abdesi dhe nga pastërtia në përgjithësi. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: La yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Nuk e ruan abdesin vetëm se besimtari. Sepse abdesi, përpos që është kusht, apo para kusht i pranimit namazit, s'ka mundësi me pas namaz pranum pa pas abdes, ditë e natë me u falë, nuk pranohet namazi pa abdes, sepse e ka vendosur Allahu si para kusht pranimit të namazit. Pse e ka vendosur? Sepse Allahu dëshiron nga ne pastërti. Higjiena personale është shumë e rëndësishme në Islam. Aq sa pejgamberi Allah thotë at-tahuru shatrul iman, pastërtia është gjysma e imanit, gjysma e besimit. Dhe nuk ka mundësi të pastrohet shpirti, ajo që nuk shihet, pa u pastru ajo që shihet, pa u pastru trupi. Pra, derisa ajo që është më e lehta për të vepruar, pastrimi i lëndorës, nuk respektohet dhe nuk përmbushet si do të përmbushet pastrimi i shpirtënorës, i frymorës. Prandaj Allahu na ngrit vetdijen në këtë drejtim dhe thot: O besimtar, duhet ta keni parasysh që Allahu i do të pastërtit. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që kthehen me pendim tek Allahu, e pastrojnë shpirtin me pendim. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, ata që e pastrojnë veten në aspektin fizik, metafizik dhe në çdo aspekt tjetër. Prandaj na nuk mëna mi dal Allahu, ndonse se kena më lut Allahut. A do t'i themi Allahut fjalë të këqija në namaz? Absolutisht jo. Do t'i themi fjalë më të mira, do t'i themi ajetet e Kuranit, lutjet, salavatet, por pse mos më na u pranu namazi pa abdes? Sepse është para kusht. Pastërtia është shumë e rëndësishme në Islam. E kush e ruan abdesin, e ruan imanin. Prandaj tha, nuk e ruan abdesin vetëm se besimtari.